Mbrëmjen e dieshme në Spanjë u zhvillua sfida mes Barcelonës dhe Borussia së Dortmundit. Një përballje e cila përfundoi 4-0 në favor të skuadrës katalanase. Sfida ishte e vlefshme për çerekfinalen e parë në Champions League. Në këtë takim kishte dhe tifoz special që kishin vendosur të shijonin nga afër një 90 minutësh spektakolar. Silvinho ishte mes tyre dhe rikthehet të ndjek nga afër Barcelonën, madje ka shfrytëzuar mundësinë të takojë edhe pjesëtar të stafit të katalanasve, momente të cilat nuk ka nguruar t'i shpërndajë në rrjetet e tij sociale. Madje shprehet se ishte shumë kënaqësi që takoi disa miq të shkëlqyer. Është gjithmonë kënaqësi e veçantë të kthehem në Barcelonë. Sot pata mundësinë të shija sërish miq të shkëlqyer dhe të shikoja fitoren 4-0 të Barcelonës ndaj Borussias në Champions, ka shkruar timonieri i kombëtares shqiptare në shkrimin shoqërues të fotove ku ka pozuar me presidentin e Barcelonës dhe me ish lojtarin e katalanasve, portugezin Deco.